Preferon një eliminimin i papritur për ju? I papritur. Këtë ndeshje që zgjidhemi i gol. Më vjen keq sepse vjen të luajten mirë. Kriju në raste, duhet i shfrytëzoshim. Them që në total ka ndeshje shumë më mirë e jo nëse tyne, deri në 30 kena kanë shumë superior që koshin e pjesë parë. Ato e rriten për para raste, për me përjashtim një rastit, ne kishim shumë raste në pjesën e parë. Pjesën e dytë e filluam me maç më tepër, luajtëm më mirë, po atë me rastet tona. I humbë, ajo është e pafalshme. Duke shënu, duke kanë port, thash një kundërshtim tillë, është gjëna. Vjen keq për djemt, vjen keq për tifozët që ishin në stadium. Duhet të ecim para, ndeshje shumë të rëndësishme të hanë. Ka ndikon për vazhdimsinë në kampionat ky eliminim për? Jo, ne normalisht mërzitesh edhe të vjen keq, aq më tepër kur ban lojë, krijon raste, por nuk ka vend për mërzi. Kampionati është fokusi jon primar, pavarësisht se e doshim me kamulje edhe finalen e kupës, nuk e arritëm, megjithatë i them djemve të çojnë kokën lart sepse bani ndeshje të mirë, paçka se disa gjëra të vogla bajnë diferencën, ashtu siç pësu me golin, nuk duhet ndodhe, mund shënoshin në një pozicion tjetër, po ashtu siç na dëmtuan, ishte e pafalshme. Kur vjen puna për nga rëndësia, profesor, titulli është ajo çfarë duan shkodranët dhe në fakt sa garanton kjo vllaznia për ta fituar titullin deri? Sa besoni? Sa garanton dhe sa besoni? Besoj verbrisht. Besoj dhe besoj fort. Sepse kam thënë edhe herë, kam ekipin më të mirë, kam djemt më të mirë, kam djemt më luftarak, kam djemt më kamues. Më mërzit fakti që i humbën sot sepse nuk e merituan të humbshin. Ne jemi në vend të parë, edhe të vazhdojmë me majtë vendin e parë, kena objektiv më arrit. A më merre një kartonikush profesor tek rasti? U dote kam bërtit fort fall, mund të ishte kartele kuqe shembullaj megjithatë iku u bëja punë, nuk u dote që bregu për asnjë moment nuk duhet ishte vetëm me malen në ato momente. Thash një fragment bani diferencën në është. Profesor, aq pak forca mbrojtëse në atë moment? Aq pak forca mbrojtëse në atë moment. Duhet ta shohësh, nuk janë pak, janë gjithmonë ashtu. Janë gjithmonë ashtu me përjashtim të një gjys markimi që u dote të bëte nga Jagoja, ishte pak më mrapa. Pjesa tjetër ishte vendosur okej, që ato ishte mrapa, tentoj me gjujt portin, ta pikthym aksidentalisht. Ishte rasti, nuk është nemi, thash më vjen keq sepse është një moment që u dote të ishim më të kujdesshëm, të ishim më të qetë në atë moment të lexoshim lojën më mirë, do të edhe një mëndaj mrapa, gjithsesi gabum. A nën presionit e Vllaznia në Elbasan? Jo, absolutisht jo. Shkojmë në Elbasan në bandën e qenë tonë, lojën tonë. Thashëm djemt kanë vite me shpinë, kanë kampionate me shpinë, nuk ne kanë asfalt. Profesor, ka një përgjigje për Lisman? Jo, faktikisht sonte ose nesër do kemi një rezonancë përfundimtare dhe besoj që do të jetë me ne.